Ky është kanali famke që helmoi mira banor të qytetit të Gostivarit. Gjatë ditës së sotme policia bashkë me prokurorin kanë konfiskuar pompat të cilët nga ky kanal e fusnin në rezervuarin që furnizon me ujë qytetin e Gostivarit. По налог на обвинителството покрај водните помпи вчера беше одземена и целокупната документација од јавното комунално предпријатие. Градоначалникот на општина Гостивар Валбон Лимани, зборувајќи за состојбата, истакна дека негов приоритет останува здравјето на граѓаните и што е можно побрзо повторно обезбедување вода за пиење за гостиварци. Në këtë moment shëndeti i qytetarëve është në rend të parë dhe prioriteti më i madh, si dhe normalizimi i situatës dhe furnizimi me ujë i qytetarëve të Gostivarit. Во Гостивар денеска се состанаа градоначалниците од Полошкиот плански регион, при што председателот на регионот Блерим Сейдиу увери дека сите општини од Полошкиот регион се подготвени да помогнат. Ishim të njoftuar nga komuna e Gostivarit se ekipet po punojnë në teren. Gjithashtu mesazhi im përveç që tregojmë se shëndeti i qytetarëve është prioritet, është solidarizimi me komunën e Gostivarit, gjithë komunat e rajonit Pollogut bashkë me institucione tjera që jemi sot prezent këtu, është ndihma që mund të ne me gjithë kapacitetet që ne i posedojmë, t'i ofrojmë Gostivarit dhe të solidarizohemi me qytetarët e Gostivarit dhe me kryetarin e komunës Gostivarit. Вчера вечер општина Тетово по втор пат испрати цистерна со техничка вода за болницата и за жителите на Гостивар. Владата општина Гостивар и донаторите обезбедуваат вода за пиење на 5 пунктови низ градот.